Rriten sërish çmimet e karburanteve në vend gjatë të premtes në mbledhjen që zhvilloi Bordi i Transparencës ka vendosur që çmimi i shitjes me pakicë i naftës të jetë jo më shumë se 210 lek, 3 lek më shumë se sa në mbledhjen e fundit, kur kjo tregtoi me 207 lek, ndërkohë shitja me shumicë do të jetë 198 lek për litër. Edhe benzina ka njohur një rritje me 2 lek. Në vendimin e fundit çmimi i shitjes me pakicë do të jetë jo më shumë se 176 lek për litër, nga 174 që ishte 2 ditë më parë. Ndërkohë që shitja me shumicë do të jetë 164 lek. Çmimet e caktuara nga Bordi hyjnë në fuqi këtë 17 prill prej orës 16 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme, kur do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftimin e saj për shtyp, Bordi tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë në produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, ajo e Financave dhe Infrastrukturës së Energjisë janë të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme. Referuar aktit normativ të datës 3 prill për akcizën në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ku është parashikuar se në rast se çmimi i shitjes me pakicë është më i lartë se 220 lek apo për benzinën 200 lek, atëherë do të zbatohet niveli 80% i akcizës. Bazuar në zbatimin e metodologjisë për llogaritjen e çmimeve tavan të shitjes me pakicë, këto çmime janë nën kufir në aktit normativ dhe për rrjedhoi niveli i akcizës do të zbatohet i plot 100%.